Dyert automatike të spitalit bashkiak të São Paulos u hapën në orën 3:27 të mëngjesit. Infermierja Carla Mendes ishte në banakun e urgjencës duke luftuar me gjumin e turnit të natës kur dëgjoi zhurmën. Nuk ishin hapa njerëzor, ishin putra të rënda, të vendosura. Ajo ngriti sytë dhe u ngrirë në vend. Një pastor gjerman hyri nga dera, madhështor dhe duke marrë frymë me vështirësi. Qimet e tij të zeza dhe kafe ishin njëllosur me gjak, por nuk ishte gjaku i tij. Në shpinën e qenit, duke u mbajtur fort pasi e lekut të tij policor, ishte një vajzë rreth 6 vjeçe. Fytyra e saj ishte e zbeth si letër, sytë gjysmë të mbyllur. Gjaku rrifte nga një plag e thellë në kokën e saj, duke pikur mbi dyshemen e lëmuar të spitalit. Qeni u drejtua drejt për drejt të banaku i pritjes dhe u ndal. Sytë e tij, inteligjent, të thellë, të dëshpëruar, u fiksuan te Carla. Ai le një herë, fort dhe qartë, një urdhër, një lutje. Zoti im, përshpëriti Carla, duke aktivizuar menjëherë kodin e emergjencës. Kam nevojë për ndihmë këtu. Fëmijë e plagosur. Tani. Ekipi mjekësor shpërtheu në veprim. Mjek dhe infermier vrapuan. U sollën barela. Duar të afta e hoqën me kujdes vajzën nga shpina e qenit. Si erdhi ajo këtu, pyeti doktori Fernando, ndërsa ekzaminonte plagën. Qeni, u përgjigj Carla, ende e tronditur. Ai e solli. Pastori gjerman nuk u largua. Ai ndoqi barelën. Sytë e tij nuk e lan kur vajzën, duke gërhitur lehtë sa herë që dikush përpiqej ta largonte. Në jelekun e tij kishte një identifikim, Thor K9, policia ushtarake SP, por Thor ishte vetëm pa oficer, pa radio funksionale, vetëm një qen policie dhe një vajzë në prag të vdekjes, të cilën ai refuzonte ta braktiste. Askush ende nuk e dinte, por në orët në vijim do të zbulonin një histori që do të ndryshonte gjithçka që mendonin se dinin për besnikërinë, guximin dhe lidhjen mes njerëzve dhe kafshëve. Dhe gjithçka kishte filluar 12 orë më parë, në një operacion policor që kishte shkuar tmerrësisht keq. Rreshteri Ricardo Alves kishte 15 vjet përvojë në policinë ushtarake të São Paulos. 5 prej tyre i kishte kaluar krah për krah me Thorin, partnerin e tij K9. Së bashku kishin marrë pjesë në qindra operacione, sekuestrime droge, kërkime për persona të zhdukur, kontroll trazirash. Thor nuk ishte thjesht një qen policie, ishte miku i tij më i mirë, mbrojtësi i tij, vëllai i tij i armëve. Atë pasdite të së shtunës, operacioni dukej rutinë. Informacionet e inteligjencës tregonin për një depo armësh ilegale në një magazin të braktisur në zonën lindore të São Paulos. 6 makina policie, 12 polic, pajisje të plota, hyrje dhe dalje e shpejtë. Mbani formacionin, udhëzoi kapiteni Souza në radio. Thor do të hyjë i pari për të kontrolluar zonën. Ricardo, ti dhe Thor përpara. Pjesa tjetër e ekipit, mbulim anësor. Ricardo pohoi me kokë, duke u ulur pranë Thorit. Qeni ishte në modalitet pune, veshët drejt, muskujt të tendosur, plotësisht i përqendruar. Ricardo i kaloi dorën mbi kokë, një gest besimi të ndërsjellë që e bënin para çdo operacioni. Gati, partner, murmuriti. Thor e pa me sytë e tij kafe, inteligjent, dhe le një herë. Ai gjithmonë le një herë, do të thoshte le të shkojmë. U afruan te magazina. Struktura ishte e vjetër, me mure metalike të ndryshkura dhe dritare të thyera. Dielli i pasdites krijonte hije të gjata, duke e vështirësuar shikimin. Ricardo bëri shenjë. Thor avancoi me hundën në tokë, duke kontrolluar për eksploziv ose kurthe. Gjithçka e pastër. Ata hyn. Brenda kishte kuti të grumbulluara, makineri të ndryshkura, rënoja, myku, vaj motori dhe diçka tjetër. Diçka që e bëri Thorin të ndalej pa pritur dhe të gërhiste. Çfarë ke, djalë, përshpëriti Ricardo, me dorën te këllëfi i armës. Thor nuhati ajrin, pastaj u drejtua nga fundi i magazinës. Ricardo e ndoqi, duke i sinjalizuar ekipit të qëndronte në pozicion. Atëherë dëgjuan një të qartë të ulët, të mbytur, por të pagabueshme. Një fëmijë. Ricardo u ngrirë. Kapiten, kemi një fëmijë këtu. Përsëris, fëmijë në vend ngjarje. Negative, Ricardo. Inteligjenca nuk përmendi civil. Mund të jetë kurth. Por Thor tashmë po lëvizte drejt zërit. Dhe Ricardo i besonte Thorit më shumë se çdo raport inteligjence. E gjetën vajzën pas një grumbulli kutish e mbledhur në një qoshe.
Ajo ishte rreth 6 vjeçe. Flok të zi të çrregull, rroba të pista e të grisura. Syt I kishte të zgurdulluar nga frika. Hej, gjithçka është në rregull, tha Ricardo but, duke futur armën dhe duke u ulur. Jam polic. Je e sigurt tani? Si quhesh? Vajza nuk u përgjigj, vetëm dridhej. Thor ju afrua me butësi, uli kokën, bishti I lëvizi lehtë. Gjua e trupit të tij ishte krejt ndryshe nga puna, ishte mbrojtje, ngushëllim. Vajza shtriu një dorë të vogël e të dridhur. Thor ja lë piu but. Isabela, përshpëriti më në fund. Quhem Isabela. Mirë, Isabela. Do të nxjerrim nga këtu, në rregull? Ricardo ishte gati të thërriste ekipin, kur dëgjoi tingullin që çdo polic e druhet, klikun e një arme që armatoset. Mos lëviz, tha një zë jashpërpas tij. Ricardo u kthye ngadalë. 3 burra dolën nga hijet, të gjithë të armatosur. Nuk ishin kriminal të zakonshëm, nga mënyra si lëviznin dhe pajisjet taktike, ishin profesionistë. Vëre armën në tokë, ngadalë, urdhëroi udhëheqësi, një burr I gjatë me një mbres në fytyrë dhe sy të ftohtë si akulli. Ricardo bindi, mendja I punonte me shpejtësi. Thor u tendos pranë tij, një gërhitje e ulët I dridhej në fy. Vajza mbetet, tha burri. Ka parë gjëra që s'duhej. Edhe ju? Ajo është fëmijë, tha Ricardo, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Lëreni të ikë. Unë qëndroj në vend të saj. Burri qeshi, pa humor. Fisnike, por e padobishme. Pastaj gjithçka shpërtheu në kaos. Ekipi I Ricardos, duke kuptuar se diçka nuk shkonte nga heshtja e radios, hyri në veprim. U dëgjuan britma, polici. U shkrepën të shtëna. Kriminalët u kundërpërgjigjen. Ricardo u hodh mbi Isabelën, duke e mbrojtur me trupin e tij. Thor u pozicionua përpara të dyve, duke gërhitur egërsisht, gati të sulmonte çdo që afrohej. Shkëmbimi I zjarrit zgjati vetëm minuta, por u duk si përjetësi. Kur gjithçka u qetësua, 3 kriminalët ishin të vdekur ose të plagosur. 2 policë kishin lëndime të lehta, por në kaos kishte ndodhur diçka e tmerrshme. Një plumb ishte rikoshetuar në metal, ishte fragmentuar dhe kishte goditur Isabelën në kokë. Jo, bërtiti Ricardo, duke parë gjakun që filloi të rrifte. Vajza ishte e vetëdijshme, por syt po humbnin fokusin. Na duhet Samu tani, u lëriti ai në radio. Fëmijë e plagosur, plumb në kokë. Kapiteni Souza u përgjigj me zë të tendosur, ambulanca po vjen. 15 minuta. 15 minuta, një jetë e tërë kur një fëmijë po vdes në krahët e tu. Ricardo shtypi dorën mbi plag, duke u përpjekur të ndalte gjakun. Thor ishte pranë tyre, duke rënkuar nga ankthi. Qëndro me ne, Isabela, përshpëriti Ricardo. Ndihma po vjen. Por sytë e vajzës po mbylleshin, trupi po I bëhej I plogët. Ajo nuk I kishte 15 minuta. Atëherë Thor bëri diçka të jashtëzakonshme. Ai ul pranë Isabelës, u shtri, pastaj me butësi e shtyu me hunë që të ngjitej mbi shpinën e tij. Ricardo e kuptoi menjëherë. Thor, është shumë e rrezikshme. Nuk mundesh, Thor le fort, I vendosur. Ishte I njëjti leje si gjithmonë, por këtë herë do të thoshte diçka tjetër, mundem dhe do ta bëj. Para se Ricardo ta ndalonte, Thor u ngrit me Isabelën të mbështetur pas shpine. Vajza, gjysmë e vetëdijshme, u kap instinktivisht pas jelekut policor të qenit. Thor, bërtiti Ricardo, por qeni tashmë po vraponte, drejt daljes së magazinës, drejt rrugës, drejt spitalit që ishte rreth 3 kilometra larg. Thor, kthehu. Ricardo vrapoi pas tij, por Thor ishte I shpejt, u zhduk mes rrugëve, një hije e zezë dhe kafe që mbante një ngarkesë të çmuar. Ricardo u ndal, zemra e coptuar. Ai sapo kishte dërguar mikun e tij më të mirë vetëm, në një mision vetëflijimi. Kapiten, tha në radio, me zërin që I dridhej. Thor iku. E mori vajzën. Mendoj se po shkon drejt spitalit. Heshtje. Pastaj, të gjitha njësit, kërkonin një pastor gjerman kënënd që po mbart një fëmijë. E plagosur. Mos ndërhyni. E përsëris, mos ndërhyni. Jepni mbështetje, nëse është e mundur. Por në zonën lindore të São Paulos, në orën 6 të pasdites të një të shtune, me trafik kaotik, rrugë të ngatëruara dhe mira njerëz, shanset për të gjetur një qen ishin pothuajse zero. Thor ishte vetëm.
Thor e njihte rrugën, jo si që njohin njerëzit me harta, tabela apo GPS, por në mënyrën e lashtë që qentë e njohin botën, përmes aromave, tingujve dhe instinktit. Ai kishte patrulluar këto rrugë qindra herë me retardon. Kishte memorizuar çdo cep, çdo rrugicë, çdo shkurtore, dhe e dinte ku ishte spitali, ndërtesa e madhe e bardhë me erën e fortë, sterile të ilaçeve, kur Ricardo e kishte çuar dikur, kur Thor ishte plagosur nga një thikë gjatë një operacioni. 3 kilometra. Thor kishte vrapuar distanca më të gjata në stërvitje, por kur me një barë, kur me peshën e një jete njerëzore, fjalë për fjalë, mbi shpinë. Isabela po rrëshiste. Duart e saj të vogla ende kapeshin pasi e lekut, por forca po i mbaronte. Thor mund ta ndjente gjakun e ngrohtë që i lagte qimet duke i rrëshitur përgjatë brinjeve. Mund ta ndjente trupin e saj duke u bërë më i rënd, më i plogët. Nuk mund të ndalej. Nëse ndalej, ajo do të binte. Nëse binte, mund të vdiste. Atëherë Thor vrapoi. Vrapoi nëpër rrugët e thyra të periferisë, putrat e tij duke gjetur mbështetje në asfaltin e qartë dhe në tokën e fortë. Njerëzit bërtisnin teksa e shihnin të kalonte. Një qen policie i madh me një fëmijë të plagosur në shpinë nuk ishte diçka që shihej çdo ditë. Thirrni policin. Zoti im, ajo vajzë po gjakoset. Ka peni. Do ta rrëzoj fëmijën. Por Thor nuk u ndal. Nuk mund të ndalej. Në avenyn e parë të madhe, trafiku ishte i dendur. Makinat i binin borive, përshpejtonin, frenonin pa pritur. Thor hezitoi vetëm për një sekond duke vlerësuar rrezikun. Pastaj u hodh në trafik. Një autobus gati sa nuk e goditi. Thor u shmang në sekondën e fundit, putrat duke i rrëshitur në asfalt. Isabela u rrëshit, trupi i saj u var rrezikshëm anash. Thor rregulloi ekuilibrin duke ulur pak këmbët e pasme për të krijuar mbështetje më të mirë. Britma, frenime që gërvishnin asfaltin. Një makinë u përplas pas tjetrës duke u përpjekur të shmangte qenin, por Thor vazhdoi të gërshetohej mes automjeteve me një shkaftësi që sfidonte barën e tij. Në anën tjetër të avenys, ai hyri në një lagje tjetër. Më shumë shtëpi, më pak ndërtesa. Qentë e rrugës lehen teksa e pan të kalonte. Disa vrapuan pas tij, por Thor i injoroi. Nuk kishte kohë për betejë territoriale. Fryma po i mbaronte. Putrat i dhembnin, goja ishte tharë, gjuha i vari nga lodhja, por ai ndjeu Isabelën të lëvizte lehtë. Dëgjoi një rënkim të vogël. Ajo ishte ende gjallë. Duhej të vazhdonte. Në avenyn e dytë të madhe, Thor pati më shumë fat. Një semafor ishte i kuq duke ndalur përkohësisht trafikun. Ai përfitoi duke vrapuar mbi vijat e këmbësorëve, duke injoruar shikimet e tronditura të njerëzve. Një grua u përpoq ta kapte, duke bërtitur diçka për thirrjen e ndihmës. Thor u shmang butësisht, por me vendosmëri. Nuk kishte kohë. 2 kilometra të përshkuara, edhe një për të shkuar. Por tani Thor ishte vërtet i lodhur. Muskujt i digjinin. Frymëmarrja ishte e rëndë, e mundimshme. Isabela po rrëshiste sërish. Trupi i saj tani ishte krejtësisht i plogët. Thor u ndal në një rrugicë duke u përpjekur dëshpërimisht të rregullonte pozicionin e vajzës. Ajo po binte, gishtat e saj më në fund e lëshuan një lekun. Thor u ul shpejt duke e lejuar të rrëshiste butësisht në tokë. Ai e nuhati, i lëpiu fytyrën duke u përpjekur ta zgjonte. Syt i kishte mbyllur. Frymëmarrja aq e dobët sa Thor mezi e ndjente. Jo. Jo tani. Jo kur ishin kaq afër. Thor u pozicionua pranë Isabelës dhe, me hunë dhe putrat e përparme, e shtyu butësisht përsëri mbi shpinë. Por ajo tani ishte peshë e vdekur, e pamundur të mbahej pa duart e saj që të kapeshin pasi e lekut. Atëherë Thor bëri diçka që asnjë manual stërvitjeje nuk mund ta mësonte. Ai ktheu kokën, kafshoi me butësi pjesën e pasme të bluzës së Isabelës, vetëm pëlhurën, me kujdes të mos e lëndonte, dhe e siguroi me dhëmbë ndërsa ngrihej. Ishte një pozicion i pamundur, i pakëndshëm, i dhimbshëm, por funksionoi. Me Isabelën tani të mbështetur mbi shpinë dhe të mbajtur nga dhëmbët e tij, Thor vazhdoi. Kilometri i fundit ishte agoni. Nofulla e Thorit bërtiste nga dhimbja. Këmbët i dridheshin. U pengua 2 herë, gati sa nuk ra, por gjithmonë e rimerte veten në sekondën e fundit. Njerëzit në rrugë filluan të kuptonin se diçka e jashtëzakonshme po ndodhte.
Disa nxorën telefonat për të filmuar, të tjerë u përpoqën të ndihmonin, duke vrapuar pranë Thorit dhe duke tentuar ta mbanin Isabelën. Por Thor gërhiste, duke I mbajtur në distancë. Ai nuk u besonte të huajve. Vetëm Ricardos. Dhe Ricardo nuk ishte aty. Atëherë Thor duhej të ishte Ricardo. Duhej të mbronte. Duhej të shpëtonte. Më në fund, pas asaj që dukej si përjetësi, Thor pa ndërtesën e bardhë, të lartë, me atë erë të pagabueshme spitali. Spital. Ndihmë. Shpëtim. Thor mblodhi rezervat e fundit të energjisë dhe vrapoi. Mushkërit I digjinin. Zemra I rrite aq fort sa dukej se do t'i shpërthente. Por ai vrapoi. Dyert automatike u hapën, drita të bardha të forta, njerëz të veshur me të bardha. Thor hyri, shkoi drejt banakut dhe u ndal. Më në fund e liroi Isabelën butësisht nga shpina e tij. Dhe le. Ju lutem, ndihmojeni. Ju lutem. Pastaj, ndërsa njerëzit vraponin, bërtisnin dhe e merrnin Isabelën, Thor më në fund e lejoi trupin e tij të dorëzohej. Ai u rrëzua në dyshemen e ftohtë të spitalit, I raskapitur përtej çdo kufiri që kishte arritur ndonjëherë, por ja doli. Ja doli ta shpëtonte. Thor mbylli syt, duke I lejuar vetes të pushonte, por vetëm për një moment. Sepse ai ende duhej ta mbronte. Duhej të sigurohej që ajo të ishte mirë. Me një përpjekje mbinjerëzore, apo më saktë, mbikafshore, Thor u ngrit dhe ndoqi barelën. Ai nuk do ta linte, çfarëdo që të ndodhte. Traumë rënd kraniale, frakturë e mundshme e kafkës, hemorragji intrakraniale, bërtiste doktor Fernando Almeida, ndërsa ekipi I urgjencës punonte në mënyrë frenetike. Më duhet një tomografi tani. Përgatisni sallën e operacionit. Isabela ishte në barel, kaq e vogël, kaq e zbeth, e rrethuar nga mjek dhe infermier. Monitorët biponin, makinat gumëzhinin, duar të afta vendosnin serume, oksigjen, kontrollonin shenjat jetësore. Tensioni po bie. 70/40. Ajo po hyn në shok. Bebëza e majt nuk reagon. Dhe në gjithë këtë kaos, një pastor gjerman refuzonte të largohej. Thor qëndronte pranë barelës, sytë e tij nuk e linin Isabelën, duke gërhitur lehtë sa herë që dikush bënte një lëvizje shumë të shpejtë. Ai ishte I mbuluar me gjakun e saj, duke u dridhur nga lodhja, por absolutisht I palëkundur në vigjilencën e tij. A mund ta nxjerrë dikush këtë që prej këtu, bërtiti një infermiere. E kemi provuar, u përgjigj Carla. Nuk del dhe nëse e detyrojmë, mund të sulmoj. Doktori Fernando u ndal për një çast duke e parë Thorin. Si mjek urgjence prej 20 vitesh, kishte parë shumë gjëra, por kjo ishte e re. Në rregull, vendosi ai. Ai mund të qëndrojë. Por dikush të mbajë një sy mbi të. Ata e quan Isabelën në tomografi, Thor duke e ndjekur ngushtë. Pamjet treguan atë që doktori kishte frikë, frakturë e kafkës me fragmente kockore që shtypnin trurin. Hematom subdural që po rritej me shpejtësi. Nëse nuk operohej menjëherë, ajo do të vdiste. Na duhen prindërit e saj, tha doktori Fernando. Na duhet autorizimi për operacionin. Ende nuk e kemi identifikuar, u përgjigj Carla. Pa dokumente, pa identifikim. Dhe qeni? Ai I përket policisë, por asnjë oficer nuk erdhi me të. Atëherë Ricardo mbërriti. Ai shpërtheu në dyert e urgjencës, ende me uniformë, fytyra e djersitur dhe e dëshpëruar. Thor bërtiti. Ku është qeni im? Zotëri, qetësohuni, u përpoq ta ndalonte një roje. Unë jam oficeri I tij, tha Ricardo, duke treguar identifikimin. Njësia K9. Thor është partneri im. Ku është? Carla u shfaq. Ai është me vajzën në sallën e tomografisë. Zotëri, qeni juaj I shpëtoi jetën. Ai e solli këtu, I vetëm. Ricardo ndjeu këmbët t'i dobësoheshin. A është mirë? Thor është I raskapitur, por nuk është I plagosur. E ani, do t'ju çoj tek ata. Kur Ricardo hyri në sallë, zemra gati sa nuk I ndaloi. Thor ishte ulur pranë barelës ku Isabela po përgatitej për operacion. Qeni ishte I pist, I përgjakur, qartazi I raskapitur. Kur Thor pa Ricardon, bishti I tij u tund një herë. Vetëm një herë. Ishte shenja e tyre. Mision I përfunduar. Ricardo u rrëzua në gjunjë pranë Thorit, e përqafoi fort qenin dhe e futi fytyrën në qimet e tij.
Ti je jashtëzakonshëm, përshpëriti ai me zërin e thyrë. Je qeni më jashtëzakonshëm në botë. Thor ja lëpiu fytyrën Ricardos dhe pastaj e ktheu vëmendjen përsëri nga Isabela. Zotëri, u afrua doktori Fernando, vajza ka nevojë për ndërhyrje urgjente kirurgjikale, por ende nuk kemi arritur të gjejmë prindërit. A e dini kush është ajo? Isabela, u përgjigj Ricardo. Di vetëm emrin e parë. E gjetëm gjatë një operacioni policor. Ishte në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Doktori pohoi me seriozitet. Pa prindërit na duhet autorizim gjyqësor për të operuar një të mitur. Por ajo nuk ka kohë. Ka minuta, ndoshta gjysmë ore. Atëherë operojeni, tha Ricardo pa hezitim. Unë marr përgjegjësinë. Bëni çfarë të duhet për ta shpëtuar. Doktor, u dëgjua zëri i Carles që ishte në telefon. E gjeta familjen. Policia e identifikoi përmes një raporti për fëmijë të zhdukur. Nëna është rrugës. Sa kohë? Pyeti doktori. Rreth 20 minuta. Doktori Fernando e pa Isabelën. Shenjat jetësore po përkeqësoheshin çdo sekondë. Vendimi ishte i qartë. Përgatisni sallën e operacionit. Operojmë tani. Ekipi u vu menjëherë në lëvizje. Kur e quan Isabelën drejt sallës kirurgjikale, Thor u ngrit për ta ndjekur. Jo, shok, tha Ricardo me butësi, duke e mbajtur nga qafa. Këtë herë nuk mund të shkosh. Ke bërë më shumë se ç'duhej. Tani është radha e tyre. Thor rezistoi, lehur nga ankthi. Jo një leje urdhri, por dhimbje. Thor, ri, urdhëroi Ricardo me zërin e komandës. Qeni u bind, por mbeti duke parë derën ku Isabela u zhduk, duke rënkuar lehtë. Ricardo u ul në dysheme pranë tij dhe i kaloi dorën mbi kokë. Tani na mbetet vetëm të lutemi. Operacioni zgjati 3 orë e 40 minuta. Ishin orët më të gjata të jetës së Ricardos. Thor nuk lëvizi as 1 centimetër. Nuk pranoi ujë, as ushqim. Vetëm priti. Nëna e Isabelës, Fernanda Santos, mbërriti në mes të operacionit e shkatëruar nga frika. Ku është vajza ime? Bërtiti ajo. Ricardo i shpjegoi gjithçka. Operacionin. Të shtënat. Dhe Thorin. Qeni juaj e shpëtoi vajzën time, tha Fernanda duke qarë. Ai vrapoi 3 kilometra me të në shpinë. Vetëm. Përmes trafikut. Përmes rrezikut. Ajo u gjunjëzua përpara Thorit dhe e përqafoi. Faleminderit. Faleminderit që ma shpëtove vajzën. Kur dyert e sallës kirurgjikale u hapën, doktori Fernando doli i raskapitur. Operacioni ishte i suksesshëm, tha ai. Por 48 orët e ardhshme janë kritike. Isabela ishte në koma të induktuar. Por ishte gjallë. Thor nuk u largua nga spitali. Administrata, pas hezitimit fillestar, lejoi që ai të qëndronte. Një foto e Thorit, e postuar nga Carla në rrjetet sociale, u bë virale. Qen polit shpëton vajzë, heroj me 4 putra. Në ditën e tretë, Isabela pati komplikacione. Temperaturë e lartë. Rrezik infeksioni. Thor e ndjeu menjëherë. U ngrit dhe filloi të ecë nervoz para derës së icues. Atë natë, Ricardo theu rregullat. E futi Thorin në ICU për 5 minuta. Qeni ju afrua shtratit, vendosi kokën pranë dorës së Isabelës dhe rënkoi butë. Gishtat e Isabelës u lëvizën. Monitorët reaguan. Aktiviteti cerebral u rrit. Po përgjigjet, tha doktori me habi. 2 ditë më vonë, Isabela u zgjua. Ku është qeni? Pyeti ajo. Thor hyri në ICU. Isabela e përqafoi. Faleminderit që më shpëtove. Javët kaluan. Isabela u përmirësua. Thor u bë qeni i saj i terapisë. Përparimi i saj ishte gjithmonë më i madh kur ai ishte aty. Pas daljes nga spitali, policia ushtarake nderoi Thorin me medaljen e trimërisë kanine. Isabela mori dhuratë një këlysh pastor gjerman. Do ta quaj Harry, tha ajo. 15 vjet më vonë, Isabela u bë specialiste në kërkim shpëtim me qen. Harry u bë qen operativ. Thor u pensionua dhe më vonë u nda nga jeta në paqe, i rrethuar nga dashuria. Në funeralin e tij, Isabela tha, Thor më shpëtoi jetën, por vazhdoi të shpëtoj të tjerët përmes meje.
Heronjt e vërtet nuk vdesin kurrë. Ata vazhdojnë të jetojnë në jetët që prekin. 10 vjet më pas, Isabela u thoshte fëmijëve, 100 refuzoi të dorëzohej. Dhe fal ti, unë jam këtu. Thor kishte kaluar stafetën. Drita vazhdonte të ndriçonte.